Mirë mbrëma. Urani Ismail është kthyer prej studimeve në Harvard para disa muajsh. Ai është sot nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe këshilltari i kryetarit të Kuvendit zotit Kadri Veseli. Ata e kemi të ftuar sonte. Uran, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Berat. A çka saktësisht ke studiuar në Harvard? Se ke puna e Harvardit, kryetari i Prishtinës e përmend shpesh, janë edhe disa 2-3 personalitetet që mburren me Harvardin. Çka ke studiuar në Harvard? Unë në Harvard kam qëndruar për studimet postdiplomike, në këtë rast për magistraturën, në cilën e kam bërë, në administratë publike ka qenë drejtimi. Natyrisht që Harvardi bjen një renome për njerëzit, por ajo që njerëz më shumë të duhet mburë ndoshta është vepra që bëjnë pas Harvardit, se sa domosdoshmë vetëm studimi i Harvardit. Ju keni qenë pjesë e politikës edhe para Harvardit, pra keni punu në administratë shtetënore. Çka keni punu për shikuesit, se në anënimin e qeni kohë gjatë. Po. Kjo është edhe hera e parë, po më duket që shfaqeni publikisht me një intervistë pak më të gjatë, apo? Po, natyrisht. Unë kam punuar që nga qeveria e parë, kam qenë angazhuar si këshilltar si në qeverinë e parë, po ashtu në qeverinë e dytë Thaçi. Por krahas kësaj, domthon kam punuar edhe në gjitha organizimet e Partisë Demokratike të Kosovës, natyrisht kur ato kanë qenë të nevojshme në kohën e zgjedhjeve. Pra ta quaj dekadën e fundit, angazhimi jam ka qenë si në administratë publike, po ashtu në organizimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Keni qenë jashtëzakonisht aktiv gjatë zgjedhjeve, posaçërisht në komunën e Prishtinës. Ku është një PDK në komunën e Prishtinës, e cila është në zgjedhjet e fundit u ndoi jashtëzakonisht keq, marr parasysh që është partia e parë në Kosovë. Po, mund ta quaj që Partia Demokratike e Kosovës në Prishtinë është në një situatë më të mirë se që ka qenë dje. Shohim një aktivitet më të madh të degës së PDK-s, është duke bërë një konsolidim, është duke bërë një opozitë që duhet bëhet një opozitë. Unë mendoj që qyteti i Prishtinës dhe prishtinasit ka nevojë për një opozitë mirëfillt. Dhe si e tillë, ajo është duke bërë, ka filluar ta bëjë rolin e vet më mirë se çdo herë që ka bërë më herët. Ky është mendimi im. Natyrisht unë besoj se në ditën e vijim do të shohim një rol edhe më aktiv PDK-s në Prishtinë, deri tek ajo që besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të ketë një ofertë mjaft mirë për qytetarët e Prishtinës, që ta sfidoj domthonë komunën dhe besoj ta bëjë një qeverisje të duhur komunale. Ju u zgjodhet nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Jeni edhe këshilltar i zotit Veseli. Po. Cila është më prioritet për ju për këtyre dy detyra? Po unë besoj se roli zotit Veseli është i dyanshëm në këtë rast. Domthonë është rol i cili ai e bën edhe në legislativën, domthonë si kryetari i Kuvendit, por po ashtu luan një rol mjaft të fuqishëm edhe në fuqizimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Andaj mund të themi që unë po ashtu i luaj, kam shpenzoj energjinë time në të dy fushat, por do të thoya që Partia Demokratike e Kosovës është prioritet për mua. Mendohem që kohën më të madhe të shpenzoj në fuqizimin e strukturave, në fuqizimin e komunikimit brendshëm Partisë Demokratike të Kosovës, kjo është dhe mbet prioritet për mua. Në anën tjetër, e vërtet, zotin Veseli kemi pona për teren shumë kohëve të fundit, kemi ponë prizren kanë ndru drejtora të dyshim për veprat ndryshme, mirë për në anën tjetër PDK nuk qëndron mirë në qendër, pra një me remetim të punëve në komuna, edhe në anën tjetër persona zyrtar të lartë Partisë Demokratike të Kosovës janë pozitat palakmueshme sa i përket opinionit publik dhe drejtësisë. Sot mund pyetje edhe ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës zoti Adem Grabovci, nuk dia është sot edhe matutja apo jo. Pra PDK ka një krizë aktuale, si komentoni zhvillimet e fundit? Po, atëherë do të ndoja disa, se kanë disa nënpyetje. Po, do të diskutojmë gjëra gjatë. Po, e para, drejtorat të cilat janë të rjequr në Prizren nuk kanë qenë dyshuar, ajo është bërë për qëllime që Dega ka marrë vendimin që të bëjë një I dyshuar është kryetari reformimi. Dhe domethënë kjo ka qenë arsyeja pse ata kanë vendosur si Deg natyrisht me gjitha këto tjerat. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës qëndron në një pozitë shumë të mirë. Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës shihet se është një parti e cila ka një dinamizëm, luan një rol shumë të madh në dinamizmin e vendit, në dinamizmin e qeverisë vendit. Domthonë pa Partinë Demokratike të Kosovës në pozita të udhëheqëse, vrehet domthonë që dinamizmi i jetës politike në Kosovë është tjetër. Andaj idetë se kemi problem me perceptimin, mund të themi se ka disa probleme ndoshta me perceptimin, por për të arritur tek një përgjigje e fundit, mendoj se duhet lihet edhe pak tek institucionet e fundit, institucionet relevante, që ta thonë fjalën e fundit, para se ne të bëjmë PR ose të bëjmë domosdoshmë një lloj marketingu se ku gjendemi në këtë. Unë mendoj se e shoh, e njoh gjendjen e Partisë Demokratike mjaft mirë,
dhe nuk shoh ndonjë krizë në Partinë Demokratike të Kosovës, përkundrazi shoh një lloj riavancimi të dëshirës për ta zgjeruar shtratin e Partisë Demokratike të Kosovës, për pranuar njerëz të ri, për të kultivuar një demokraci edhe më të madhe brendshme, në mënyrë që të sjellim sa më shumë rezultate. Kjo është pionës juaj. Në opinionin publik, kemi protesta që po organizohen ditëve të fundit, afera Pronto, dhe zoti Grabovci po insistoi prap se do marrën pyetje prej prokurorisë Kosovës. A ka dhënë ndërheqje për shefit grupit parlamentar? A besoni që është e mjaftueshme vetëm ndërheqja për shefit grupit parlamentar? Edhe a është ky standardi që do ta vë zoti Veseli? Pra, a do të ndryshojë diçka në vis-a-vis me zyrtarët, po tash po të pyes edhe si këshilltar i tij edhe si kryetari i partisë, këshilltarët e dyshim të PDK-s, e cila për një kohë gjatë vunë, pra kemi disa kryetarë të komunave, nuk është vetëm zoti Grabovci, kemi zotin Sokol Bashuta, kemi kryetarin e Prizrenit, ka qenë më herët zoti Xhabir Zharku. Pra PDK është vërtet që është partia më e madhe në vend, mirë po edhe po shkakton telashe mas shumë ti në vend kur është puna te dyshimet për korrupsion. Po, unë mendoj se gjitha këto që i thu tregon që për të arritur deri te një verdikt ose një vendim final, domthonë ne duhet kalojmë nëpër disa instanca. Okay. Tani Berat Cila është agjenda unë ju mund diskutojmë tani për perceptimin publik, po ajo është vetëm një pjesë e politikës. Domthonë nuk janë ne e dimë që politika po ashtu mirret në fundit me edhe vendime të prera të gjykatës dhe në këtë rast domthonë unë mendoj se fakti që sot kemi pas një vizitë zot Grabovci në prokurori, domthonë tregon që sistemi juridik në Kosovë, demokracia është në funksion. Natyrisht sa do të del dhe çfarë do të del, zot Grabovci ka bërë shumë qartë për vete mendoj, për rrethin e vet, që ai do t'i respektojë dhe është domthonë i hapur për gjitha vendimet që institucionet i marrin, ka qenë ballë hapur ndaj tyre. Tani po besoj se ka pasur rolin tjetër. Po, mirë po, ekziston mundësia edhe të kundërshtosh. Domthonë ne kemi disa vendime, për shembull kemi rastin e një kryetarit të komunës për shembull në kryeqytet kur ka pasur një akuzë për ose ta quaj një kërkim nga ai që prononcohet për kontratën mbi vepër, domthonë ai e ka bishnuar atë, domthonë duke mos marrë, duke munduar që të hedh balt mbi akuzat dhe duke thënë shikoni këta tjerë. Domthonë unë mendoj që zoti Grabovci nuk ka bëu atë, zoti Grabovci ka thonë që unë do të dal përballë, nuk ka bishnu, ka thonë unë këto janë bisedat e mia, kam pas qëllim koordinimit politik, nëse gjatë koordinimit politik kam bërë ndonjë shkelje, domthonë unë jam i gatshëm të përballem. Domthonë unë mendoj se edhe vullneti politik në mënyrën se si e trajton situatën në cilën gjendesh përballë është me rëndësi. Domthonë sepse çon mesazh qartë, a dëshiron të forcosh institucionet e vend apo dëshiron ti është një raport që pëthoni në mënyrë për mbledhën ju, pra se deri tash PDK-s ka pas formulim për këto, pra koordinim politik po quhen mënyrat e organizimit degëve që marrë me propozime për vendet punës apo jo? Roli i shefit grupit parlamentar, tani ta ndojmë, roli i shefit grupit parlamentar është rol koordinues. Domthonë, rol koordinues. Këto nuk mund ta largojmë ne, por në qoftë se gjatë rolit ti atë ka thënë, nëse gjatë rolit ti, unë kam bosh shkelje ligjore do të jem gjatë. A besoni që ka bosh shkelje, zoti Ismaili? Po, Berat, unë nuk mund besoj mos besoj. Unë kam dëgjuar disa, nuk kam dëgjuar shumë. Tregoj drejtë, nuk kam dëgjuar shumë se fillojnë të bëhen edhe u bën si seri. Domthonë kështu edhe e humbën dhe fillojnë dalin bisedat që janë biseda për opinionin mbi njerëzit. Ta quaj edhe, kështu që ndoshta edhe kom humbat kërshërinë, domthonë për ndëgjuar më shumë. Ne në politik mund të kemi mendimet tona individuale, mund të kemi mendimet tona politike. Mirë po, e mira është që të krijojmë një narrativ ta quaj, që ne i besojmë sfundit rendit e ligjit në Kosovë. Në të kundërtën, sot mbie mirë, dikujt tjetër bie nesër dhe domthonë e bëjmë një lloj mishmashi sa i përket rolit të institucioneve në Kosovë. Andaj mendimi im politik, unë besoj se zoti Grabovci ka tregu një vullnet për të përballur, le t'ja lemi asaj, le t'ja lemi pak kohë, unë e kuptoj që njerëz dëshirojnë ta dinë sot, po le t'lemi pak kohë që të krijohen kushtet për të diskutuar më shumë. Pra, a besoni që bisedat e tij kanë qenë rregull për mënyrën e caktimit njerëzve si shërbys të institucioneve të Republikës Kosovës? Unë besoj në pavajsinë e secilit njeri derisa ai dihet i pafajshëm. Domthonë kjo është një parim themelor i demokracisë, unë do të besoj, domthonë që secili i pafajshëm. Për dhënë një përgjigje konkrete, unë peshoj domosht se kërkoj një përgjigje. Për dhënë një përgjigje konkrete, unë duhet ta di pak legjislacionin e bordhit, duhet të di disa gjëra që nuk jam i njoftuar me to. Prandaj më duhet nëse disa gjëra nuk jam dijenit e legjislacionit, atëherë unë do të bazohem mbi parimin që gjithkush është i pafajshëm derisa shpallet i fajshëm. Apo është një situatë pak
pak, jo po shumë e palakmueshme për kryetarin e partisë. Këtë ngjarje ka ndodhur kur ai s'ka qenë kryetari i partisë, ka ndodhur në vitin me gjasë përgjimet janë të vitit 2011, një muj, 2 muj të vitit 2011. Pra, në çfarë situate është zoti Veseli? Po, unë besoj që zoti Veseli ka arritur të krijojë një figurë të tij që është figurë reale, që është figurë e arritjes sukseseve, por në anën tjetër dhe mbajtjes një lloj konsensusi, domethënë të edhe në shoqëri, jo vetëm, domethënë në një situatë mjaft vështirë. Unë kam qenë atëko në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për një situatë mjaft vështirë, një situatë mjaft eksplozive, unë besoj se ai ka arritur të mbajë forcat politike, të mundohet ta krijojë, më kujton ato skenat edhe atje, domethënë të lutna, jo sigurimi, domethënë është mundur me karakterin e tij, që është karakter real, që të krijojë një lloj domethënë konsensusi. Andaj unë besoj se ai gjendet në një situatë mjaft mirë, është duke treguar një performancë të jashtëzakonshme besoj edhe si kryetari i kuvendit, por edhe si lider i Partisë Demokratike të Kosovës. Ju e përmendët Prizrenin, po ashtu kemi një në Prishtinë, një aktivizim më të madh, domthonë njerëz degët kemi pasur dje në viti, një takim të shkëlqyer, domthonë njerëz kanë filluar dhe degët domthonë kanë filluar ta quaj të dinamizohen më shumë në mënyrë që domthonë të përgatitemi për zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. E përmendet pra sjelljen e zotit Veseli, sjelljen konsensuale, pra intenca e tij mujve të fundit ajo që e vrej është që të pothuajse jo distancohet, po ta bëj shkputjen me të kaluamën e tij. Pra, a është zoti Veseli apo mundet me dal prej asaj personit enigmatik që ka qenë shefi Shikut, edhe tash në spotlight, edhe këtë po shohin, pra cili është zoti Veseli vërtet, ky apo enigmatiku që kemi ndëgjuar për të? Po, unë mendoj se zoti Veseli është i njëjti, domthonë është një njeri i cili ka pas një background patriotik, domthonë që është munduar gjatë jetës vet si luftën shqiptare të Kosovës, ashtu edhe në konsolidimin e shtetit të Kosovës më pas. Dhe kjo është vetëm një vazhdimsi e karakterit të tij dhe domethënë të imazhit të tij që e quhen. Unë mendoj se publiku është duke pa se ai është një politikan jo tradicional ta quaj, por është një politikan që kërkon dinamizëm, është një politikan që kërkon inovacion, është një politikan që është në gjendje të përvjell duar dhe të shkoj ku është problemi, jo ta pres problemin. Dhe kjo është e vërteta, domethënë është ai që paraqitet, është ai që ka qenë përballë edhe në të kaluarën e tij, aty ku ka qenë problemi i popullit të Kosovës, është aty përballë ku ka qenë problemi i shtetit të Kosovës, dhe tani është prapë përballë domethënë në politikë për të krijuar domethënë një situatë më të mirë të Kosovës. Domethënë unë mendoj se nuk ka asnjë lloj shkputje, është vetëm një vazhdimsi domethënë e kaluarës tij, por tani në një fushë të re dhe ju vetë dini me komunikim masëv, domethënë një fushë ku gjithçka vrehet, domethënë dhe natyrisht që domethënë tani shihen veprimet e tij më shumëti. A pritet po mënej si mas teje edhe po drejtorna si Urana edhe në vetë parë, sepse thash edhe më herët një tjetrin Mamoti, PDK-ja me pak përjashtime, pra pe vitit 2001 kur janë marrë zgjedhjet e para, vetëm periudhën 2004-2007 ka qenë parti opozitare, ka qëndruar në pushtet tash pothuajse 10-12 vite. Pra, a është i vetëdijshëm zoti Veseli për gjendjen kritike të PDK-s, marrë parasysh që pozita qëndrumit në qeveri e konsumon si subjekt politik, edhe kjo situatë ku ai e ka marrë Partinë Demokratike të Kosovës, ndoshta nuk është më e mira e mundshme për këtë subjekt politik, edhe tash çfarëdo që të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme, dështimi e posaçërisht nëse PDK do t'i humbë zgjedhjet, do të ngelet se ky nuk ka qenë lideri më i mirë i mundshëm, sepse zoti Thaçi e ka udhëheq ashtu siç duhej Partinë Demokratike. Po unë mendoj se Partia Demokratike e Kosovës nuk është një gjendje të keqe. Tani ta them dhe kështu me të vërtetë besoj. Domethënë nuk jam duke bërë që ta bëj një frazë politike. Po Skënderaj është pa kryetar komune. Kryetari i Drenasit ka qenë në akuza, ka pas akuza. Lëm veç ta përfundoj domethënë dhe mandej. Futemi ndoshta edhe më të them. Partia Demokratike e Kosovës ka sfidat e veta gjatë qeverisjes. Domethënë do t'i ketë secila parti që domethënë qeverisë, ajo është normale. Por a e ka thelluar ajo në ndonjë krizë? Unë nuk mendoj se e ka thelluar. Partia Demokratike e Kosovës. Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës, kur secili zyrtar jon partia del në deg tona, natyrisht që sheh kritik, natyrisht që kërkojnë ndryshim, domethënë ata janë pjesë e reliefit të popullatës tonë dhe domethënë kërkojnë ndryshim. Mirë po në anën tjetër sheh një dëshirë për t'ju bashkangjitur zoti Veseli në mobilizimin e shoqërisë për të pasur ndryshime. Domethënë potenciali ekziston aty.
mundësit, dëshira për të vazhduar punën ekziston dhe ekzistojnë edhe sfidat. Unë nuk jam ta quaj naiv që them që nuk ekzistojnë sfidat ose gjithçka është bardhëzi, mirë po jap mendimin tim nga realiteti në terren se potenciali dhe dëshira ekzistojnë ende brenda Partisë Demokratike të Kosovës dhe kjo besoj që ta bëj prap fituese Partinë Demokratike të Kosovës, natyrisht në qoftë se ne arrim, dhe unë besoj se të arrim, të zgjerojmë shtratën e Partisë Demokratike të Kosovës, që të fusim edhe energji të reja, që të fusim edhe njerëz të cilët studiojnë, shkollohen në Kosovë, studiojnë edhe jashtë, që të arrim të bëjmë një vizion të ri të Kosovës, një vizion që besoj berat pajtohemi që ne kemi nevojë për një dinamizëm më të madh, kemi nevojë për një mobilizim më të madh dhe zotri Veseli besoj që do të jetë ai që do ta shpije edhe të Partinë Demokratike të Kosovës për PDK-ja pra ka funksionuar sidomos nëpër komuna me një gjenerat kryetarëve të komunave të pampushtë, pra kanë fituar zgjedhjet për shkak të profilit tyre nacional, pothuajse. Zoti Sami Lushtaku në Skënderaj dhe jo vetëm në Skënderaj, po pothuajse ka pas influenca e tij në gjithë Drenicën, Sokol Bashota në Klin, Ramadan Muja i cili ishte i pakontestueshëm, edhe Xhabir Zhorko ka qenë në Kaçanik, pra tash një numër i madh i tyre për arsye ligjore me gjas sepse sipas kalendarit zgjedhor fillimisht kemi zgjedhjet lokale. Pra si do të arrijë PDK dhe zoti Veseli me mush këtë boshllak, i cili nuk do të jetë shumë i lehtë sepse këta persona për cilë po foli kanë dyshime financiare, disa për krimet luftës dhe të tjera. Unë mendoj se këto sparit më evolimi i demokracisë që se shihet, për baj një lloj ndryshimi pak, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e njëjta ka ndodhur me evolimin e demokracisë. Ka pas zyrtar të fuqishëm brenda distrikteve, të cilët e kanë luajtur rolin e vet si adresë, në mënyrë që mobilizimin. Mirë, po ju jeni duke biseduar për zgjedhjet lokale. Fillimisht, të cilat janë spari. Po, zgjedhjet lokale. Unë mendoj se është e pamohueshme fakti që personat lokal, ti quajmë, kanë një rol të rëndësishëm në krijimin e klimës dhe marrjes besimit të popullatës. Unë mendoj se Partia Demokratike e Kosovës tash ka sfidat vet, po në anën tjetër, atë që ndoshta nuk e sheh që nga Prishtina ose nuk e sheh pranë televizionit është që brenda degëve dhe nëndegëve të Partisë Demokratike të Kosovës ka dëshirë për të vazhduar, që të krijohet një energji e cila ende do të vazhdoj qeverisë në komunat dhe bile të marrë në vendet të caktuara edhe komunat prapë. Andaj unë nuk shoh ndonjë boshllëk, unë nuk besoj se disa nga ta do të largohen, unë shoh se do të sqarohen disa çështje të cilat janë ligjore, shumë nga ta janë duke pritur fjalën e fundit të gjyqësisë, dhe prandaj është e supozuar që pse na fillojmë të flasim sot, a do të jenë apo nuk do të jenë. Domthonë kjo është e para. Prandaj unë mendoj që si në zgjedhjet lokale, ashtu në zgjedhjet nacionale, Partia Demokratike e Kosovës gjendet në një situatë të lakmueshme. Domthonë do të them që të gjitha partitë politike në Kosovë do të na lakmonin të ishin në gjendjen tonë. Kur zoti Veseli u bë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, opinioni edhe para se të bëhej, vazhdimisht ka ekzistuar kërshëria për me ditë cilat janë raportet e zotit Veseli me zotin Thaçi. Pra, cili është shefi i cilit, edhe cili është shefi shefit shefave. Ju, duke qenë afër zotit Veseli edhe këshilltari i tij, a mendoni që ky është fillim i ri i Partisë Demokratike të Kosovës me zotin Veseli si kryetari i Partisë Demokratike, është vazhdim i zotit Thaçi? Pra, cila është lidhja edhe cila është zgjidhja e situatës prej zotit Thaçit e zotit Veseli? Po, unë mendoj, ju e cekët edhe më herët që Partia Demokratike e Kosovës është udhëhequr për disa vite nga zoti Thaçi, i cili ka arritur ta bëjë një organizim shumë të suksesshëm Partisë Demokratike të Kosovës, që nuk ka qenë lehtë të jetë edhe shefi ekzekutivit, me aq shumë përgjegjësi në kohën kur shpall pavarësia e Kosovës, në kohën kur kemi pas konsolidim, në atë kohën e kam qenë qeveri, më kujtohet mbarçin kompetencat, kalonin ka qenë një kohë e themelimit të shumë institucioneve të Kosovës që kanë qenë nevojshme. Prandaj ai ka arritur që ta shtyjë edhe agjendën shtetërore, por në anën tjetër ta mbajë Partinë Demokratike të suksesshme. Andaj unë mendoj se roli zotit Thaçit, nga gjithë strukturat, nga gjithë votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, e dinë që ka qenë një rol me shumë suksese dhe me shumë falënderime nga ana e strukturës Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket relacionit,
Të dy, unë besoj se kjo është pyetje më shumë për ta, por unë si analizë. Si analizë ose më shumë ta quaj si koment, më shumë sa si analizë. Unë do të thoya se raporti i tyre gjithnjë ka qenë raport i shkëlqyer, ata njihen që një kohë shumë gjatë, është natyrisht kanë pasur rolet ndryshme në forcimin e shtetit, por njihen që një kohë shumë gjatë, kanë raport të shkëlqyer, tani po ashtu janë raporte institucionale, por pas raporteve shoqërore. Se zakonisht kryetarët e partive oran ta zonë LDK-ja, ka vdek Rugova, ka fitu Fatmir Sejdiu, mirë po pastaj Fatmir Sejdiu është rrëzu prej Nexhat Dacit, pe Isa Mustafës në fakt. Edhe po kjo është ndodhur edhe në vende tjera, por kryetarët e partive ndryshohen kur një kryetar i partive humb zgjedhjet, edhe vjen tjetri pastaj e kap, edhe shumë shpesh ndodhet që raportet e tyre nuk janë shumë të mira për shkak të luftës brendshme. Në rastin e PDK-s, zoti thotë që u largu si fitues për Partisë Demokratike të Kosovës. Natyrisht, si fitues dhe ne kemi pas një proces demokratik brendshëm, domethënë i cili ka zgjedhur zotrin Veseli si kryetar. Unë e kuptoj që traditat politike në Kosovë, për atë shkurt sa i kemi pasur, posaçërisht në disa parti tjera, ka ndodhur që domethënë na lënë shihet keqe. Partia Demokratike e Kosovës është një skenar dhe një histori e mirë e ndryshimit të leadershipit. Domethënë është një skenar ku njeriu i cili ka fituar zgjedhjet, domethënë ka përfunduar mandatin e tij, ka leju një hapësirë për mundësinë e zgjedhjeve të reja, nuk ka pas asnjë lloj përkeqësimi, përkundrazi, domethënë është falendruar shumë nga zotri Veseli për këtë punën që e kanë bë, nga struktura, nga gjithë votuesit, domethënë është një histori e mirë e ndryshimit të leadershipit. Ju vetë dini se ndryshimet e leadershipit qoftë në aspektin institucional, qoftë në aspektin partijak, kur janë të lehta i kontribuojnë zhvillimit të shoqërisë, i kontribuojnë domosdoshmë zhvillimit të demokracisë, andaj mendoj se këtu PDK-ja ka luajtur një rol jashtëzakonisht mirë që të kuptohet që nuk ka nevojë që secili lider që të vijë të jetë kundërshtim me liderin e ardhshëm, mund të jetë një kapacim i nevojshëm i demokracisë. A njihet në presion zoti Veseli? A beson që njihet për shkak se e ka marrë partinë ish kryetare, ka lënë si fitues? Edhe tash, çfarë do që të ndodhë me Partinë Demokratike të Kosovës, posaçërisht nëse nuk ndodhen rezultate mirë, gjithë do të thonë që zoti Thaçi ishte ai që e la partinë ku ishte më së miri edhe ti. Po, natyrisht. Presion, unë besoj se nuk ndihet presion. Unë besoj arsyeja pse nuk ndihet presion është për shkak vizitave që për shembull unë kam bërë me të gjatë kohës kur ka qenë zëvendës kryetar. Domthonë nuk ndihet presion sepse ne kemi parë një dëshirë të madhe strukturat të Partisë Demokratike të Kosovës, të elektoratit që domthonë që zotri Kadir Veseli tjetë në rolin ku është. Domthonë, presioni do të ndihej, po që se te ke një lloj rezistencë. Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë shumë, e kanë motivuar edhe më shumë zotin Veseli. Zoti Veseli është njëri sfidave, domthonë, kështu që cilat janë sfidat e tij për të ardhmen? Tani këto që i përmend. Për shembull, sfida që të fitohet zgjedhjet e ardhshme, po ajo është njëri i sfidave, njëri që ka kaluar mjaft shumë sfida. Unë dhe shumë tjerë kemi bashkëpunuar me të, e dim se ai ka një vullnet mirë politik, ka kurajo, domthonë për të bërë ndryshime, është inovativ në çastin e tij. Nuk rrin në rolin tradicional, domthonë del nga roli tradicional për të mirën e shoqërisë, këtë rast edhe për të mirën e PDK-s. Andaj unë mendoj që nuk do ta quaja presion, unë do ta quaja që zoti Veseli ndihet që do të jetë në gjendje në këtë terren ta shfaq potencialin e tij. E fundit rreth këtyre raporteve, ju pra keni qenë njëri i afërt i tij edhe u bë nën kryetari i PDK-s, Dhurata Sadiku Hoxha, e cila ka qenë këshilltare, u bë ministre. Bekim Çollaku në anë tjetër ishte ministër, shkoi te zoti Thaçi, pra apo ndohen pak a shumë njerëz edhe në kuadra, në pozitat politike, pra ata që kanë qenë të zoti Thaçi më të afërt me shku të zoti Thaçi, edhe këta që kanë qenë me zotin Veseli gradualisht mu etablu edhe në pozita politike që ky të punoj me njerëz me të cilët dëshiron me punu. Në Partinë Demokratike të Kosovës më ka ofruar zoti Thaçi. Domthonë në vitin 2007 unë kum hyrë si pjesë domthonë e hyrjeve që zoti Thaçi ka bërë, domthonë unë Dhurata Hoxha ka qenë po ashtu këshilltare e zotit Thaçi. Andaj, domthonë këtu nuk ka fare të bëj, domthonë dinamikat mund të lexohen, domthonë ka qenë një rasti, ne kemi qenë njerëz që kemi punuar bashkërisht si me zotin Thaçi, tani kemi vazhduar me zotin Veseli, domthonë në pozitat tona, asnjë lloj ndarje të tillë nuk ka, nuk gjendet, nuk shihet askund, është më shumë çështje domthonë se si e lexojmë domthonë tër fotografinë. A e lexojmë tër fotografinë nga fillimi apo e shohim vetëm pjesën që na vjen tani. Domthonë kjo është përgjigjja ime për këtë. Për ty dhe zotin Veseli, e posaçërisht për zotin Veseli, e ju si këshilltari i tij, pra çka sheh, cilat janë me çka ai do t'i dalë zot Kosovës, pra cili është 3-4 prioritetet kryesore, sepse 2007-ën ta zon kur PDK ka fituar, kanë qenë autostradat,
ka qenë energjia elektrike, kanë qenë 2-3 probleme esenciale në atë ku. Çka janë tash si Zotit Veseli, çka është ai problem kyç në shoqërinë tonë, që ai ka dëshirë me zgjidh e ju si këshilltari i tij do të sugjeroni të zgjidhte. Po, do të thoya që ai e ka bo qëndrimin e tij pak a shumë dukshëm që ekonomia dhe zhvillimi ekonomik është prioriteti i tij. Domthonë ai beson fuqishëm, tani për luaj rolin e domthonë natyrisht kjo pyetje më shumë për të, po unë do të mundohem të jap një përgjigje. Ai beson fuqishëm që Kosova ka potencialin e vet. Ashtu jemi edhe ne, domthonë jo veç unë, po edhe shumë këshilltarë, shumë njerëz brenda Partisë Demokratike të Kosovës, institucioneve që besojnë që Kosova ka potencialin e vet për zhvillim ekonomik. Ai beson se Kosova nuk ka nevojë të jetë në kurthin e varfrisë. Kosova nuk ka nevojë të jetë në kurthin e lajmeve të këqija. Domthonë që Kosova do të arrijë me potencialin e vet human, me kapitalin e vet human, i cili ekziston, me kapitalin e tij të pasurive natyrore, të cilat ne i përmendim, po ta thëmë një fjalë popullore nuk pjav shumë hajrin, domethënë ne duhet të zhbllokojmë këto. Nuk duhet të jetojmë me hiret e së kaluarës, po duhet të krijojmë potencialin për të ardhmen. Zotri Veseli beson që fuqishëm dhe kjo është e përditshme e tij, domethënë misioni i tij që të arrijë ta bëjë këtë. Në anën tjetër, po ashtu ai ka treguar që transparenca dhe ligji qëndrojnë mbesin prioritetit i tij. Kemi parë para disa ditë, besoj edhe në media kur ai vizitoi edhe pronat e uzurpuara, të cilat tani mos janë të uzurpuara. Por ai beson berat se ai nuk do të bëjë i vetëm. Domethënë edhe është pa dhe mendoj që rasti i mirë për studiuar është rasti me pronat e uzurpuar, ku ai vullneti i tij, kuraja e tij politike arriti që domethënë ta krijojë një momentum të ri në AKP, domethënë dhe ata të ecin përpara të vendosin reformën. Domethënë ai beson se ai mund do ta bëjë një mobilizim social, në mënyrë që ne bashkarisht të arrijmë të bëjmë zgjidhje të problemeve tona. Ne kemi probleme, kemi krijuar që na s'kena kapacitet për me qenë shtet. Po, po tani këtu ndohen rrugët tona fuqishëm me lëvizjen e vendosje. Unë personalisht besoj, edhe gjatë studimeve të mia kam qenë krenar, domethënë me shtetin ton, me të bëmat e shtetit ton. Unë kam qenë një ndër, më duket 80-90 persona që kemi qenë në program nga shtunë vende nga shtetet botës. Probleme kanë gjitha shtetet. Kjo nuk na bën që të justifikohemi, nuk bën që ne të shesim moral se probleme kanë shtetet tjera, po është e vërtet që ne kemi kaluar në një situatë të transformimit të shoqërisë. Tani sot, Zotri Veseli beson se ne duhet i dalim sot vetës. Unë besoj dhe gjithë ne si kabinet dhe gjithë ne si themi energji brenda PDK-s besojmë se ne mund të zgjedhim punët tona, se ne duhet të zgjedhim punët tona. Ne nuk mund të krijojmë varësi të përhershme ndaj faktorit se dikush tjetër duhet na zgjidh problemet tona. Natyrisht ne mund të jemi cinik dhe themi kjo politikë s'po bën ose ajo politikë nuk po bën, mirë po prapse unë mendoj që politika është mjeti vetëm. Në qoftë se e largon politikën nga ekuacioni për zgjidhje, domosdoshmë zgjidhjet nuk janë të mira. A mundet pe kryetarit të kuvendit me zgjidh këto probleme, ose a është kjo periudhë ku Zoti Veseli po përgatitet që të bëhet kryeministër, sepse nga pozita e kryetarit të kuvendit megjithatë nuk do të mund ndodhin ndryshime që ai parasheh. Vizioni i tij mund të mos më përputhet me vizionin e Zotit Mustafa. Po unë mendoj se Zoti Veseli është mjaft i fokusuar në rolin e tij, në rolin e kryeparlamentarit. Po them unë besoj se zotësia e tij, kurajo për të përballur dhe durimi i madh, dëshira për të krijuar një konsensus ka arritur që Kosova në një kohë që pe flas një kohë kur unë kam qenë jashtë, për shembull, e kam pa Kosovën, unë nuk e kam njoft atë Kosovë që e kam lënë. Domethënë skena politike u bë shumë ta quaj eksplozive në këtë rast, edhe ai arriti domethënë që prapse që të krijoj, të mundohet ta mbajë një lloj të paktën një lloj funksionimi për aq sa mund të kishte funksionim. Unë mendoj se fokusi i tij është brenda kryeparlamentit, si kryeparlamentar, si kryetari i partie, vizioni i tij ai është duke bërë lëvizje të duara, është duke bërë lëvizje të duara në transparencë, është duke bërë lëvizje të duara në sundim të ligjit, duke bërë lëvizje të duara në reformimin e partisë. Andaj mendoj se është duke përmbushur rolin e vet, si institucional, po ashtu edhe rolin partijak. Prandaj këtu nuk shoh kurrë dualizmi. Do dy tre fjalë për demarkacionin, nuk u zgjidh problemi veç është spostu. Kur do të kthehet, a ka ndonjë komunikim mes qeverisë dhe kuvendit, kur do të kthehet prapë se qeveria tërhoqi projekt ligjin
ratifikimin nga agenda kuvendit, a ka kthy ose kur do ta kthejë, a keni informatë? Jo, domethënë nuk kam informatë se kur do të kthehet. Demarkacionet tërheq nga sponsoruesi në këtë rast. Besoj që kjo i takon më shumë problemi, ai veç o suspendu problemin. Po, këtu kemi të bëjmë tani. Problemi është i dyanshëm. Domethënë problemin që e quhen opozita dhe problemin e sovranitetit shtetit. Mos ta harrojmë se edhe kjo mbetet problemi i madh, sepse mungesa e sovranitetit, mungesa e përkufizimit të kufive dobëson sovranitetin e vendit. Dhe ne domethënë duhet kur t'i quajmë probleme duhet t'i shohim të dy probleme. Duhet t'i shohim edhe problemin që e quhen opozita, por problemin që e quhen institucionet e vendit. Andaj unë besoj se demarkacioni kurdo që do të vijë, kryesia e kuvendit, domethënë do të përcaktojë në kryesinë e kuvendit, besoj se kjo është pyetje më shumë për kryesinë e kuvendit dhe për deputetët e Kosovës, kurdo që të vijë, kuvendi do të jetë atje. Mirë, po s'ka ardhur marrëdhënie. Jo, ende nuk ka ardhur. Grupi parlamentar i PDK-s nuk ishte sa duhet unik, megjithatë rreth këtij ratifikimi kishte disa pavendosshmëri, kishte disa refuzime madje. Pse ndodh kjo? Pse nuk arrin partitë politike, të cilët zgjedhen ata deputetë që zgjedhen përmes subjektit politik, pra vota atyre, Kosova nuk është sistem mazhoritar, Kosova është sistem proporcional, dhe ata zgjedhen në siglën e partisë. Pse as zoti Veseli e as më herë zoti Thaçi nuk po arrin me pas grupin unik kur janë çështje votime të rëndësishme? Kemi pa në Shqipëni reformën drejtësi, u votu me 140 vota përkundër rezistencës iniciale. Po, unë mendoj se grupi, unë kam qenë edhe në kryesit Partisë Demokratike të Kosovës kur kemi diskutuar për këtë, ka qenë një kumtese Partisë Demokratike të Kosovës që se kujtohet, që qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë paka shumë unik, dhe në këtë rast edhe grupi parlamentari i Kosovës ka pas një lloj uniteti, natyrisht ta quaj një lloj uniteti nga ata që kanë dashur të votojnë, jo secili, domethënë nëse disa vendime kanë qenë disa prononcime, por unë besoj se po dilte në vota, domethënë besoj se Partia Demokratike e Kosovës do të mbetej unike, domethënë do të qëndronte unike. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë unike në shumë sfida. Kjo nuk mund të mirret një sfida apo dy sfida, domethënë ka qenë mbetet unike. Ka qenë prapa kryetarit vetë, domethënë ka qenë prapa kryetarit Veseli, si kryetari i kuvendit, por edhe si kryesi, domethënë i kanë qenë deputetët Dugaxhinit megjithatë vazhdimisht kanë lënë më kuptuar që vota atyre nuk dihet deri në momentin e fundit. Ta zëm zoti Beqaj, zoti Çeku, zoti Grabovci, edhe disa deputetë tjerë, mirë po ata me tutje nuk u sprovuan me votë konkrete. Ndoshta kur do të vinte puna me votu, ju thoni që do të ishte unike vota. Ashtu them duke ditur se ne kemi pasur një këshill drejtues, domethënë dhe e di që prononcimet e atyre deputetëve që i përmend, si në këshillin drejtues, si në kryesi, domethënë ka qenë që çështja ne domethënë do të jemi unik në të mirën e vendit. Tani domethënë është hipotetike të themi a do të kishte votuar ky apo ai person, për arsye se nuk vendosi, por bindja ime personale është që domethënë Partia Demokratike e Kosovës ka qenë unike. Në anën tjetër, unë prej që mboj mend kur fokus ma pak në qeveritë vendit s'ka pas. Pra pejt 2001-s pejt Bajram Rexhepit, në fakt nuk dihet a ka punën qeveria. Pra e gjithë vëmendja, energjia po konsumohet asociacioni, demarkacioni, ko paskohet terrorizmi edhe ekstremizmi islamik, mirë por shumë pak po flitet për qeveri. Në fakt a ka qeveria, apo punojnë ata ministra? Jo, qeveri ka Berat, domethënë kanë mbledhje qeverisë. Isa, zoti Mustafa, kryesisht në Facebook. Jo, është kryeministri i vendit, domethënë tani këtu natyrisht që ka pas sfida Kosova dhe institucionet e vendit, domethënë në këtë rast qeveria e Republikës Kosovës ka një dinamik të saj, ka një mandat të saj për të punuar, domethënë dhe unë nuk jam pjesë e qeverisë, domethënë nuk jam i thirrur të komentoj për të. Unë shoh se domethënë për aq sa besoj sa krijohen mundësitë, qeveria e vendit do të bëj aq, domethënë do ta bëj të vetën. A ka fokus apo shumë në qeverinë e Republikës Kosovës? Ta them drejt, unë jam më shumë i fokusuar në kuvend, jam i fokusuar më shumë Partinë Demokratike të Kosovës dhe për mua domethënë ministrat të cilat janë këtë rast pjesë e qeverisë tonë, më shumë është domethënë bëhet pyetje për ta se si e shohin dinamikën e qeverisë. Cilat janë raportet e zotit Mustafa me zotin Veseli? Në të kaluarën nuk kanë qenë shumë shkëlqyeshme. Madje zoti Mustafa ka pas paragjykime, tash duket se ka ndryshuar kimia e komunikimit të tyre. Po unë thash se zoti Veseli domethënë ka bërë që me vepra konkrete, domethënë të tregoj se ai është një njeri i cili domethënë dëshiroj që ta sheh vendin ti përpara, dëshiroj që të krijoj një hapësirë që njerëz të vullnetit mirë të kenë mundësi të punojnë. Duke punuar gjatë në këtë agjendë të tij, natyrisht aspekti institucional, domethënë e ka ofruar me zotrin Mustafa, tani janë dy të krerët partive politike.
kemi marrëdhënie shumë të mira me Zotin Mustafa, domthonë kemi takime, kjo është domthonë një raport që ta quaj domthonë mjaft i mirë mes dy liderëve partijak. Kur pritet jetësohet kjo marrëveshja e fundit që u bën mes qeverisë britanike, ambasadës britanike edhe institucioneve të Kosovës për prokurimin publik? Për zgjedhjen e bordeve. Për zgjedhjen e bordeve, për punësimet nëpër borde, a kanë filluar dhe punën apo ishte vetëm një spektakël i nënshkrim? Jo, ajo ishte një vullnet edhe një hap konkret. Po. Domthonë tani shkon mirë me shtjellat e Grabovcin që ato ti kthehem domethënë bord. Ti kthehem domethënë asaj se si thashë edhe më herët për mvartësinë dhe për dëshirën, për mvartësinë ndaj se dikush tjetër na i kry problemet tona, për dëshirën që ka kryetari i kuvendit, kryetari i partisë që të bëjë një hap konkret. Ai ka bërë një hap konkret në bisedë me ambasadorin britanik, cili ka vazhduar pastaj, kjo ka marrë një rol koordinues edhe ambasadori britanik për të arritur të krijojë një lloj mbështetje, ta quaj edhe financiare, po edhe mbështetje teknike. Ekipet kanë filluar takohen, domthonë javën e kaluar ne kemi pasur një takim nga zyrtari i ambasadës britanike me zyrtar të kuvendit, me këshilltar të kuvendit, me këshilltar të kryeministit Mustafa. Andaj domthonë unë besoj se kjo do të jetësohet. Domthonë për aq sa i takon Partisë Demokratike të Kosovës ose kuvendit, kryetarit të kuvendit, kryetarit të partisë, zoti Veseli, kjo do të jetësohet. Dhe do ta marrim një shembull të mirë, një praktik mirë, dhe do të ngrisemi mbi praktikat e mira në mënyrë që të arrijmë edhe ai rezultat që dëshirojmë ta shohim. Këtë në fund është fol, spaku burimet e mia kanë thonë që pasi të kaloj demarkacioni pritet ketë edhe ndryshime të mëdha në qeveri, si reduktimet ministrive ose emërime të reja. A ka diçka rreth kësaj? A pritet që të ketë një ndryshim radikal, si më thonë 50% kabinetit me pas ministra të ri ose shkrirje të ministrive që të ketë një kabinet qeveritar më të vogël? Po unë mund ta quaj që Dhurata Sadik Mohoxha, për shembull, një këshilltare edhe zot Taçi edhe zot Veseli, një lajm dhe një reformë shumë të mirë. Tani domethënë reforma nëse bëhet në shkrirje dhe jo në përmbajtje, nuk do të quaj reformë. Dhe unë mendoj se mendimi im personal është se reforma e shkrirjeve nuk duhet ta parakaloj idenë që reforma duhet të jetë substanciale dhe reforma të jetë në përmbajtje, domethënë në këtë rast në vendosje të njerëzve që do të mund ta dinamizonin domethënë punën tonë. A do të ketë, unë besoj se liderët partijak do të takohen, por mund të themi që nëse PDK do të futet në reformë, do të jetë reformë, domethënë që ka për qëllim ngritjen e kualitetit, domethënë të punës gjithë qeverisë. Domethënë nuk do ta bëj vetëm me agjendë partijake, do ta bëj me agjendë domethënë që i kontribon shtetit Kosovës. Faleminderit që ishe në komitet, edhe të garantoj se si intervistë por nuk i ke prish balancat brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë, faleminderit shumë për thirrjen. Besoj që përpos balancave, besoj se do të arrijmë të kemi edhe një zgjerim Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, me ne ishte Orhan Ismaili, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirupafshim.